Kosova shpesh përmendet që ka legjislacion të përafruar me BE-n. Ku qëndron problemi real, tek ligjet që ju keni apo tek zbatimi i tyre konkret? Ekziston edhe një hendek i madh midis zbatimit në praktik. Thënë këtë që nuk mjafton ligjet të jenë të qarta vetëm në letër, por ato duhet ju shërbejnë edhe palëve të interesit. Në rastin tonë, let ju shërbejnë më shumë bizneseve dhe t'ju gjejmë një rrugë që t'ju kanalizojmë sa më qartë punën e tyre. Ka bërë shumë punë të madhe, domethënë Kosova në vazhdimsi sepse ka marrë edhe asistencë ndërkombëtare. Legjislacioni është zhvilluar, mirë por prapse prap në praktik hasim edhe shumë pengesa të ndryshme. Një ndër to mund të jetë edhe si pengesë hasin edhe në ngritjen e kapaciteteve, pastaj hasin edhe në vonesat institucionale, sepse ndonjëherë praktikat ndërkombëtare bien ndesh me praktikat lokale dhe në atë mënyrë burokracia mbizotron gjë që shkon në dëm të palëve dhe kjo përkthehet menjëherë në vonesa e cila shkakton dëme ndonjëherë edhe të pariparueshme.